Kthehem nga Shkodra, telefonit, një mik, po mik special që kam, Zoti e bekoft nga Tirana, se e kam vërtet mik të mirë. Po kthehemi tash, unë jam afër Tiranës, jo ata do të vish pish kafe. Ore do vish pish kafe. Një kapetan, e dini ju, ku ti them un kapetan Babaxhan. Respekt e lira. Si të kam? Mirë, ti si ke gjë? Pa, mana. Si shkoj Shkodra? Mirë. Mirë, më mirë, njerëzit më flisnin nga shumë, do më duan, se unë jam njëri thjesht, pa dhe Shkodra është demokrate. Kishte vërtet... Je shpirt madh, Kishte vërtet popullor, edhe si demokrat ke vajt ke zemra demokrate. Bravo, po. Që ere parë, 24 vit Bulgara, ere parë që pa të si shavatë më më përkismet. Dhe 90 nuk lejnë lira, duhet me leje ndeg mërshme. Mirë. Qëton të tani? Mirë, ja shikyrë që po hapen ta kuti të lirë, që të bim rahati herë mirë, që të mos menojmë dhe të mos akuzojmë një tjetër, se kush të Tu ankesë bere këto në këto? Jo, unë jo. Pse? Po ja kam bërë këto tjerë. Kam bërë tjerë dhe shikyrë që ka si venosit të rihap gjithë Tiranën, që se cili në 37 kandidatët të bjerë hatë, pak të mos akuzojmë një tjetër për votën. Se janë 1200 kuti, sikur nga një votë të vjetin? E 82. Edhe në gjysë vote bën gati 600 vota. Kështu që ta shikoj. Ore, më tha një avokat, Ali Mehmeti, një kuti me kamera, 27 që kutia, në përse dhe bërë që zero. Edhe unë po gjysë i pavaru kam t'janë lira, nuk është e kam pas as numërus, as komisioner, as vëzgus, as struktura me vete, që ata që i kanë caktuar të shikojnë. Ta që do të numëroj administrata KGZ-s, besoj që do të ratohen që të gjithë, nga rezultati që do dali pasoj numërin. Edhe një merak në zima mua, një merak që kam. Jo se unë kam dëshirë të madhe të ti ishtë deputet. E ke shpeu në një vend që edhe mund të jem deputet, po ka të përona shpes që ta kem dhe unë. Po mund të flasëzojnë fjallë, po s'munde? Unë për në natyra jam njëri që nuk bi në pesimizm kur, është pjesë e optimizmi tim. Gjithsesi, duke pa realitetin ku jetoj, dhe brenda listës mbyllur, shoh disa individ që kam procese penale, po bëhet dhe tentativë, kemi edhe shejtanë mrena nga këta që kanë qeverisë sa ne këtej, që mund të lëvizin, duke qenë që jam në renditje i treti pas Joridës dhe Ilira Ali Mehmeti, kam thënë që do t'jem kuvend. Nuk di pse tremen nga deklaratat e mia, por them do t'jem kuvend, edhe nëse do t'jem kuvend, do t'jem përfaqësuesi atyre 7289 demokratëve, nuk them që do jem kuvend tek PSE-ja. Do jetë një nga gëzimet më të mëdha time nëse ti do jesh në kuvend. Kismet, unë të falenderoj shumë. Unë të falenderoj ty për të kafe, edhe për respektin që ke. Respekt edhe unë të Zoti të bekoft edhe unë të roj marsi dhe Baram gëzuar. Pse jo në të ardhmen të jedhesh dhe kandidaturë për kryetar të partisë, sepse je vërtet pa blok edhe po e le me kaq. Një Baram gëzuar për nesër ja. Gjithashtu. Respekt. Ja, shikoj njerëzit na duan të dyve, po ti inshallah Zoti i lartë edhe betore, nuk i dihet, po ti të risk, po që të vend sa gjëra në vend duhet të vjen. Të kishim sa kapetanës si Murizi, do ishim shumë lartë. E meriton Zoti Murizi. Po normal. E meriton edhe në të ardhmen, në një të ardhmen të afërt ta kemi komandantore. More veç mora. Ja. Tashi do me dhe në qetsova me këtë kafeçkin, me kafeçkin themi në nga kolqa. Po e mbyll tani se s'kam dhe bateri. Mirupafshim nga mua edhe nga i madhi Myslim Murizi. Respekt e gjithë. Hajde, tung, posh komunistat. I kanë dalë fjalët në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, më thotë Xhoni. E meriton
Dhe thonë, miqë në një të gjithë, po ti e popullor, të duat sa më s'ka njerëzit. Edhe një tumpë se s'kam bateri, hajë. Ja, ky qani më ngacmon, ja shkam. E meriton, po se vun të tutë, thot. Po cilët të mio? Qani, Begil Qani. Gazetari sportiv. Është pak socialista, edhe më ngacmon mua, më thonë. Ore Qan, po le më rahat mua. Po t'jetë... Nese, se nuk duat të flasë shumë majtë. Hajde edhe njërë nga mua dhe Mëslymi, gëzuar dhe Kurban Barjami, shëndet në marësi. Për parim, për shëndetje, vla. Hajde, tunk.